أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Lavdi, falënderimi dhe adhurimi i takojnë Allahut, krijuesit absolut të gjithësisë, vetëm atij mbështetemi dhe vetëm prej tij kërkojmë faljen e mëkateve tona, mbulimin e tmetave tona, si dhe pranimin e veprave tona. Besimtarë nderuar, e falenderojmë Allahun e Madhërisëm që na mundsoi përfundimin edhe të një dite të Ramazanit bekuar, duke shpresuar që gjitha ibadetet tona të kryera përgjatë kësaj dite të na i pranoj dhe kërkojmë prej lartë madhërisht Gjelle Gjelalu që të na i falë gjitha mëkatet tona, ato që i dim dhe ato që nuk i dim, ato që eventualisht i veprojmë në fshetësi apo në publik. Në vazhdën e këshillave para namazit të jacis dhe të teravis, besoj se një prej çështjeve më të rëndësishme që vlen të përmendet është edhe çështja e zemrës, duke qenë se zemra është qendra e të gjitha vlerave të njeriut, edhe në aspektin fizik, po ashtu në atë metafizik. Pra si në çështjet që i përkasin aspektit lëndor, po ashtu në atë frymor, zemra është mbretëresha e gjitha organeve, sepse nga zemra burojnë gjitha mirësitë, por edhe nga zemra burojnë gjitha sëmundjet apo gjitha mangësitë. Pra varësisht nga ajo se si ne i ushqejmë zemrat tona, varësisht nga ajo se si ne i edukojmë zemrat tona, ashtu dhe do të reflektojmë pastaj edhe përmes gjymtyrëve tona. Duke qenë se vetë pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam na ka treguar se gjëja më e rëndësishme në trupin e njeriu është një copës mishi dhe ajo është zemra. Nëse ajo prishet i gjithë trupi. Nëse ajo rregullohet, ndreqet i gjithë trupi. Andaj ka thënë që të kemi kujdes të shtuar dhe të veçantë në raport me zemrën. Prej sëmundjeve më të rrezikshme që e shkatrojnë zemrën e njeriu, përfshirë dhe zemrën e besimtarit, është zilia apo hasedi. Përsi Allahu subhanahu wa taala ka zbritur surja An-Nas apo surja El-Falaq konkretisht flet për çështjen e hasedit, për ziliqarët dhe për një dukuri e cila është shkatruese, si për atë i cili reflekton zili tek të tjerët, si për atë i cili është i prekur nga zilia e të tjerëve, nga se kjo është një dukuri që e prek secilin prej nesh në qoftë se Allahu subhanahu wa taala lejon. Andaj pe shkatruesve të drejt për drejt të zemrës së njeriu, madje të veprave tona të mira është zilia apo hasedi. Thot pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal hasad, keni kujdes nga hasedi, nga zilia, nga xhelozia, nga smira. Fa innal hasada ya'kulu al hasanati kama ta'kulu an-naru al-hatab. Nga se zilia apo smira i djeg veprat e mira ashtu siç zjarri e djeg drurin. Dhe gjithë kemi parasysh se fuqia e zjarrit çfarë është në gjendje të bëj. Pra e shkatron çdo lloj druri për shkak të fuqisë dhe ndikimit që e ka. Kështu është edhe zilia. Pra ne mund të kemi vepra shumë të mëdha, vepra shumë madhështore, vepra që shpresojmë përmes tyre të arrijmë lartësitë e xhenetit, kënaqësinë e Allahut subhanahu wa taala, por nëse e kemi njollos zemrën tonë me hased, me zili, gjatë kohës sa kemi qenë gjallë në jetën e kësaj bote, duke mos u penduar për një dukuri kaq të keqe, atëherë është rrezik që veprat tona më u bë pluhur dhe hi. Normalisht zilia i ka shkaqet e veta, dhe për shkaqeve kryesore është krahasimi me njerëz të tjerë. Pra kur fillon robi dhe bën krahasime, ne nuk kemi në jetën e kësaj bote për me bë krahasime me të tjerë. Ne jemi për me ndërtu veten. Nëse është diçka që lejohet me bë në raport me të tjerët, është gara për të mirë. Allahu thot fastabiqul khairat, garoni për punë të mira. Pra na duhet me garu për vepra të mira, por kurse si nuk duhet të mu krahasu me të tjerë, sidomos në çështjet e dynjas, në çështjet e aspektit material. Pra nuk bën me bë krahasime, filani pas ka familje të madhe, unë s'kam, filani pas ka pasuri të madhe, unë s'kam, dikush që ka më i bukur apo më e bukur se unë nuk e kam këtë bukuri, sepse kjo pastaj neve na bën me i shkatruar mirësitë që i kemi. Gjitha ato mirësi që ti mund t'i kesh, madje mund të jenë shumë më të mëdha se sa dikush tjetër që i ka në aparencë, ti mund t'i shuash ato, mund t'i tretësh ato nga mosmirjoja, nga përbuzja që ja bën veprave apo mirësive që Allahu subhanahu wa taala i ka bërë për ty. Vetë pejgamberi Allah na ka treguar që qasja e besimtarit vërtet, qasja e besimtarit devotshëm në raport me atë çfarë ka posedim, duhet të jetë duke e shikuar atë që ka më pak se sa ti. Nëse dikush për shembull ka pasuri, po ka më pak se sa ti, shikoja atë sepse ti Allahu të ka dhënë shumë më tepër. Nëse dikush ka shëndet më dobët, shikoja atë dhe falënderoj Allahun për shëndetin që ta ka dhënë. Pra kjo është qasja e një besimtari të prekur nga lakmia që dikush mund të ketë diçka për mirësive të Allahut subhanahu wa taala. Pastaj përpos krahasimit është edhe dashuria për dynjan, pra një prej shkaqeve që e mbjell zilin në zemrat tona është dashuria për dynjan. Pra dashuria e tepërt pas dynjas. Kur fillon robi edhe dynjan e trajton si qëllim dhe jo si mjet.
Ndërkohë që Allahu subhanahu wa taala gjithë këtë gjithësi e ka krijuar si mjet për të arritur qëllimin. E qëllimi është adhurimi i Allahut dhe njëherët edhe për të realizuar misionin dhe rolin ton si mëkëmbës të Zotit në tokë. Pastaj është edhe prishja e marrëdhënieve. Kur fillon robja dhe i prish marrëdhëniet pa asnjë arsye të justifikueshme, kjo vije si pasojë e xhelozisë, si pasojë e zilisë, madje si pasojë e zilisë pas skrupullt. Ndërkohë që ne jemi të urdhëruar nga Allahu që marrëdhëniet tona t'i ruajmë, t'i intensifikojmë. Edhe nëse ndodh diçka mes nesh, ne nuk duhet lehtësisht me i prish marrëdhëniet tona. Përkundrazi, ne duhet me bë të pamundurën që me i ruajt ato, sepse kjo është devotshmëri. Dhe gjithashtu zilia sjell edhe stres edhe ankth. Njerëzit që kanë prirje me qenë ziliqar, kanë prirje me qenë smirues, xheloz, ata nuk kanë rehati në zemër, nuk kanë qetësi në shpirt. Ata çdo herë kanë shpirt të rrazuar. Ata nuk janë falëndërues, nuk janë mirënjohës. Pra në zemrat e tyre zihet edhe përvlon dëshira për me qenë më të mirë se sa të tjerë në aspektin e dynjas. Dhe nëse është diçka që lejohet me lakmu dikënd vetëm devotshmëria dhe dituria. Pra nëse dikush ka dituri më shumë se sa ne, duhet me lakmu për me qenë më të ditur. Nëse dikush ka namaz më tepër se sa ne, duhet me lakmu për me falë edhe na namaz. Nëse dikush ka lexim Kurani më të shumë se sa ne, duhet me lakmu edhe me ndjek hapat e tij që me qenë gjithashtu pe lexuesve të Kuranit. Pastaj pesëmundjeve të radhës është edhe urrejtja apo el-hiqt, siç njihet në gjuhën arabe. Urrejtja është kur robi fillon edhe pas një arsye urren tjetrin. Sidomos kur zihet për gjëra banale. Pra gjithë ato që ka mundur ta ndërtoj për një kohë gjatë, me një familjar, me një shok, me një dashamir, një zënk momentale, një konflikt i momentit bën që ai ta shkatërrojë gjithë ato që e ka ndërtuar deri dje. Dhe kjo vije si pasojë e urrejtjes. Urrejtja shpesh mund të jetë edhe e fshehur, e kamufluar. Pra ti mund të mos e pranosh verbalisht se e urren dikën, por praktikisht ti e urren. Fakti që ti e ndërpret raportin me të, nuk i flet, apo gjen arsyetime për mos me u taku, gjen arsyetime për mos me fal, gjen arsyetime për mos me arsyetu për ndonjë gabim eventual, kjo tregon që ti ke urrejtje në zemër, por nuk dëshiron me e pranu. Pra është diçka e brendshme dhe është diçka shumë e fshehtë. Ndërkaq që Allahu në Kur'an tregon se disa besimtarë janë aq të devotshëm saqë ata nuk lejojnë që në zemrat e tyre të kenë urrejtje për të tjerët. Madje kërkojnë nga Allahu i Madhërisëm që t'i mbrojë zemrat e tyre që të mos ketë urrejtje ndaj të tjerëve. Allah thotë në Kur'an: "Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu." O Allah, pra këta besimtarë që i lavdërojnë Allahun në Kur'an, janë ata të cilët i lutin Allahut duke thonë: "O Allah, mos lejo që në zemrat tona të ketë urrejtje për besimtarët." Sepse një besimtar, sado gabimtar që të jetë, nuk e meriton urrejtjen tonë. Besimtari e meriton dashurinë tonë. Dhe nëse dikush ka nevojë për përmirësim, atë e bëjmë me këshill, atë e bëjmë me thjeshtësi, me modesti, atë e bëjmë me ndërhyrje të sinqertë, duke e ndarë veçmas në katër sy, duke e këshilluar. Edhe nëse nuk e merr këshillën, ka raste që nuk i marrin këshillat tona. Spaku ne ja dëshmojmë Allahut subhanahu wa taala që në zemrat tona nuk kemi urrejtje ndaj askujt, madje edhe ndaj atyre që mund të na bëjnë padrejtësi. Urrejtjen zakonisht e shkakton prishja e imanit, dobësimi i imanit. Për shkak të mëkateve të shumta, për shkak të neglizhencës ndaj vetvetes, ndaj zemrës, fillon robi edhe dobëson imanin e vet, e dobëson besimin e vet, dhe pastaj kalon nga dashuria në urrejtje. Pra, nga ngrohtësia e dashurisë kalon në vrazhdësinë e urrejtjes. Saqë fillon edhe m'ju bë e dashur shumë urrejtja, saqë fillon m'ju normalizu urrejtja, fillon m'ju bë diçka e patjetërsueshme në jetën e tij të përditshme, derisa shkon në nivelin që kalon në mendjemadhësi, dhe kjo është një prej smundjeve edhe më të rrezikshme për cilën do të flasim inshallah në vazhdim. Pastaj urrejtja shkatërron familje. Sa familje janë shkatruar për shkak të urrejtjes. Sa miq e dashamir janë ndarë dhe janë shkatruar raportet e tyre për shkak të urrejtjes. Gjëra që nuk tolerohen dhe nuk pranohen tek Allahu i Madhërisëm. Pastaj urrejtja sjell depresion. Njerëzit që kanë prirje me qenë urrejtës, njerëzit që në zemrat e tyre bartin urrejtjen ndaj të tjerëve, ata kanë depresion të vazhdueshëm. Prandaj shpesh ndodh që vinë tek ne njerëz që për arsye krejtësisht banale ata bien në depresion. Dhe nëse analizojmë pak më thellë, nëse gjurmojmë pak më tepër në veprimtarinë e tyre jetësore, në problemet e tyre jetësore, kuptojmë se ky njeri dhe kategoria e këtij njeriu janë për atyre që padrejtësisht kanë urrejtur njerëz. U kanë hyrë në hak të tjerëve me urrejtje, ndërkohë që zemra e tyre është krijuar për të dashur dhe jo për të urrejtur. Dhe nëse është diçka që meriton të urrehet, është vetëm mosbesimi, mohimi, është shirku,
është mëkati, por kurse si nuk lejohet që të urrejt besimtari. Nuk lejohet që të urrejt besimtari Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe këtë në fund për shkaqeve është edhe njeriu që ka urrejtje në zemër jeton në tension të vazhdueshëm. Ai kur nuk është rehat. Ai vazhdimisht për gjëra edhe krejtësisht thjeshta bën panik. Si thot populli, mizën e bën buall. Pra për çështje krejtësisht elementare, krejtësisht formale, në vend se të anashkalohen, në vend se të mbyllen syt dhe të mos i kushtohet rëndësia atyre, ata i dramatizojnë, i bëjnë shumë të mëdha, pa pasur fare nevojë. Dhe kjo është si pasojë e urrejtjes së akumuluar në zemrën e një besimtari. Andaj falja është ilaçi më i mirë në këtë drejtim. Dhe këtë në fund është edhe mendimasia apo kibri. E pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam e ka definuar qartazi dhe prerazi se çfarë do të thotë mendimasia sipas konceptit islam. Ka thënë është batarul haq wa ghamtun nas. Është mohimi i vërtetës dhe përqeshja e njerëzve. Pra, ka raste që njeriu bëhet mendje madh pa i përqeshur të tjerët, por e mohon të vërtetën e Allahut subhanahu wa taala. Qoftë mohimin e të vërtetës në esencë, në parim, pra e mohon komplet fenë e Allahut, e mohon Allahun për Zot, e mohon Muhammed Mustafan për pejgamber, e mohon Islamin për fe, e mohon Kur'anin për libër të Allahut, qoftë brenda llojit ton, brenda muslimanëve, kur në raport me paraqitjen e argumenteve kuranore dhe pejgamberike, ai nuk dëshiron me e pranu të vërtetën. Pra jep përparësi mendimit personal para argumentit hynor. Dhe në këtë rast kjo është mendimasi. Por është mendimasi e pavërejtur. Por ka raste që edhe bëhet me vetdije të plot. Pra kur dikuj i paraqitet argumenti kuranor dhe ai pejgamberik dhe ky mundohet që të gjej arsyetime për të mos e pranuar apo për të bërë lajka, ky njeri ka rënë në mendimasi, me apo pa vetdijen e tij. Dhe kaq Allahu në Kur'an çfarë thotë? وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. Kur Allahu dhe i dërguari i Allahut vendosin për diçka, pra tregojnë për diçka të prerë, se kjo është halal dhe kjo është haram, për diçka që ka argument decisiv, nuk i përket një besimtari apo një besimtare që të jep mendimin e vet, që ta kontestojë atë që Allahu ka thënë në Kur'an apo përmes Muhamedit alayhi salatu wasalam, sepse kjo është mendimasi dhe nuk lejohet një gjë e tillë. Por është një kategori tjetër e njerëzve të prekur nga sëmundja e mendimasisë, cilët e pranojnë të vërtetën e Allahut, por e kanë dobësinë e përqeshjes së të tjerëve. Pra kanë prirje me i përqesh njerëzit, kanë prirje me i bullizu njerëzit. Ai mund të jetë një vëlla dhe një motër muslimane në pamje të përgjithshme, në aparencë shumë të mirë, shumë devotshëm, pra me sunet, me hijab, me gjitha. Por në brendinë e vet e ka dobësinë e bullizimit, e ka dobësinë e racizmit, e ka dobësinë e përqeshjes së të tjerëve dhe ky është problem shumë serioz. Dhe ne fatkeqësisht këtë kemi shumë theksuar edhe si popull madje, në veçanti racizmin. Në veçanti racizmin e kemi shumë theksuar në raport me komunitetet tona që shpesh jemi të pamatur dhe të pakujdesshëm. Kjo është mendimasi para Allahut Madhërisht. Allahu është ai i cili i zgjedh racat, Allahu është ai i cili i zgjedh etnit, Allahu i zgjedh ngjyrat, kulturat dhe gjuhët. Ne nuk kemi zgjedhur që të jemi shqiptar. Të tjerët nuk kanë zgjedhur që të jenë rom, egjiptian, bosnjak apo turq. I ka zgjedhur Allahu subhanahu wa taala. Ne e zgjedhim a duam të jemi të devotshëm apo nuk duam të jemi të devotshëm. Dhe nëse sinqerisht e kërkojmë devotshmërinë, atëherë duhet të kemi kujdes nga kjo sëmundje shumë shkatruese, sepse një prej pengesave të pranimit të argumenteve është mendjemasia. Dhe një prej shkaqeve që njeriu e pengon nga hyrja në xhenet është pikërisht mendjemasia, sepse pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thonë: la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dharratin min kibr. Nuk do të hyjë në xhenet ai njeriu i cili ka në zemrën e tij qoftë edhe sa grimca prej mendjemasisë. Pra mendoje sa grimca e atomit me pas. Mendjemasi në zemër nuk mund të futemi në xhenet si pasojë e kësaj sëmundje të rrezikshme, sepse në xhenet nuk ka vend për një zemër e cila është e ndotur me një prej sëmundjeve më të rrezikshme siç është mendjemasia. Andaj kërkojmë nga Zoti i Madhërisht që të na mbrojë nga këto sëmundje shkatruese, qoftë eventualisht, qoftë plotësisht apo pjesërisht. Në zemrat tona ka prej këtyre sëmundjeve elemente nga këto sëmundje të rrezikshme. E lutim Allahun që zemrat tona t'i pastrojë. Dhe nuk ka kohë më të përshtatshme, nuk ka sezon më të volitshëm për t'i pastruar zemrat tona se sa koha e Ramazanit. Zemrat në Ramazan funksionojnë ndryshe, frymojnë krejtësisht ndryshe. Rrethanat e lehtësuara për zemrat tona janë favorin ton. Andaj duhet të shfrytëzojmë ato që zemrat tona t'i ujisim me butësi, t'i ujisim me dashuri, t'i ujisim para së gjithash me devotshmëri.
Tani e kemi kohën e duhur që zemrat ti edukojmë dhe ti përmirësojmë me fjalën e Allahut, me fjalën e Muhammed Mustafas sallallahu alaihi wasallam. Në mënyrë që kur dalim para mëdhërisë së Allahut, mos mbështetemi as në pasardhësit tanë, e as në pasuritë tona të grumbulluara, por të mbështetemi në zemrat tona të pastërta, sepse Allahu thon Kur'an: "Yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah bi qalbin salim." Atë ditë nuk na bën dobi as pasuria, as fëmia, por ajo që na bën dobi është shëndoshmëria e kujt? E zemrës. Dhe nuk ka mundësi një zemër tjetë shëndosh në qoftë se në të ka qoftë edhe sa grinca atomit, diçka prej zilis, diçka prej mendimasis, apo prej urrejtjes, ruana Zot. Allahu ju shpërbleft për dëgjimin, Allahu i pastroft zemrat tona, dhën Zoti që zemrat tona të bëhen prej zemrave më të pastërta, më të qiltra, më të lira, prej zemrave sikur se ishin zemrat e sahabëve. Dhën Zoti që zemrat tona t'i ushqejmë me fjalët e Allahut dhe me mësimet e Rasulullahut sallallahu alaihi wasallam. E mbi të gjitha dhën Zoti që Allahu t'jetë i kënaqur me zemrat tona. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu ju shpërbleft.